Ku ishte Faton Topalli në të Atenitën? Ku ishte i angazhuar? Çfarë bëje? Në vitin 1981, unë kam qenë antar i organizatës e cila është angazhuar për Republikë, të asë quajtur Parti Komuniste, Marksiste, Leniniste Shqiptare në Jugosllavi që nga vitin 1978, në cilësinë e sekretarit të rinis, kur dëgjuesit sëdën dëgjojnë emrin Parti Marksiste, Leniniste, duket si një organizatë ekstremiste, gjë që nuk është, do të pas parasysh në kohën në të cilën kjo parti ka fillu organizimin e saj dhe kërkeset për cilat është angazhuaja. Pra në këtë kohë kemi botën e ndamë në të majtë dhe në të djathtë, në botën socialiste dhe në të djathtit perëndimor, në botën perëndimore, kemi Bashkimin Sovjetik, kemi Jugosllavinë si një vend i cili është një farë mënyrë një tampon zonë mes Bashkimit Sovjetik edhe vendeve perëndimore. Pra është një relev jashtëzakonisht interesant, po aja që për mu është thelbësore, organizatën cilën unë kam vepruar nga vitin 1978, është një organizatë e cilë absolutisht nuk ka qenë një organizatë ekstremiste, përkundrazi ka qenë një organizatë e cila është angazhuar që Kosovës dhe viseve të tjera shqiptare në Jugosllavi të njihej statusi i Republikës së Federuar, pra qëllimi jonë ka qenë të krijojmë një republikë shqiptare, një republikë socialiste shqiptare në Jugosllavi, e cila do të ishte njësoj si të gjitha republikat tjera në këtë vend. Kush e udhëheqte organizatën? Shiko, kjo organizatë ka fillu, përgatitjet e para kanë fillu në vitin 1975 dhe pjesa e cila ka bo programin politik të organizatës ka qenë Abdullah Prapashtica, Recep Maqedonci. Abdullah Prapashtica ka qenë inspektor krajnor i punëve të brendshme, më vonë. Recep Maqedonci ka qenë student i fakultetit juridik dhe absolvent kohën kur është arrestuar dhe polic në fakt, se ka pas fillu pak më herët me punu si polic. Nusret Ahmeti gjithashtu student i fakultetit juridik, pastaj Osmani gjithashtu në fakultetin juridik, dhe edhe Skenderi Bishi, i cili ka qenë figurë shtarake, ka qenë oficer, i cili ka shërbyer më shumë si këshilltar në këtë rast. Dhe për ta sqaruar për shqiptarët më të rinj, ju vepronit ilegalisht, sepse aso kohë ishte komunizëm, nuk është lejoheshin organizata politike të tjera, apo? Po, veprimi ynë ka qenë tërësisht ilegal. Megjithatë ne kemi përdor